Në ambientet e Këshillit të Qarkut Shkodër u zhvillua një ceremoni e veçantë në nder të zonjës Gjyliana Miruku, e cila përmbylli një karrierë të gjatë dhe të suksesshme prej 20 vitesh në këtë institucion. Në fjalën e tij, kryetari i Qarkut Shkodër Edmond Ndou shprehur mirënjohje për angazhimin dhe kontributin e zonjës Miruku, duke theksuar se figura të tilla përbëjnë modele të vyera për institucionet publike. Me këtë rast ai dorëzoi një certifikat mirënjohje si shenjë vlerësimi për punën dhe për kushtimin e saj ndër vite. Me rastin e daljes në pension, i japim certifikat falënderimi zonjës Gjyliana Miruku për angazhimin e saj me përkushtim dhe profesionalizëm në kryerjen e detyrave si drejtore e financës dhe buxhetit, si dhe për komunikimin korrekt dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me stafin e administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër, duke shërbyer për vite me radhë si një shembull pozitiv në punë dhe në marrëdhënie institucionale me gjitha bashkitë e qarkut tonë. Por kemi mbyll një cikël të mrekullueshëm të jashtëzakonshëm me fjalë më të mira, duke qenë shembull i administratës jo vetëm në qarkun e Shkodrës, por në gjithë bashkitë e qarkut tonë, duke shërbyer me korrektësi, me dinjitet, me përgjegjësi e duke na dhënë mësim edhe ne të rive që jemi në vazhdimsi punojës të administratës, se si duhet të jetë një punojës i administratës. Jena shumë e fat që të kena pas mesin tonë, edhe unë shumë e fat që kam punu këto vite me ty, e besoj ashtu edhe kolegë tonë, je modeli më i mirë që duhet njek. Ju jam mirënjohëse, por unë me shumicën e kolegëve kam vite që punoj, kam 20 vjet këtu në Këshill të Qarkut, edhe me mirënjohjen më të madhe për gjithë secilin prej jush. Një falënderim veçantë për tonë, domethënë. Por jeta kështu është, jeta është një cikël, e ka një fund, edhe kështu që inshallah arrin tonë, këtë du të me thonë. Ju falenderoj tonëve, ju uroj shëndet e marrësinë familjet tuaja. Në përmbyllje të ceremonisë, kolegët dhe bashkëpunëtorët i uruan zonjës Miruku shëndet dhe një kapitull të ri të jetës, të mbushur me qetësi dhe lumturi pranë familjes së saj. Kjo ceremoni shërbeu gjithashtu si një moment reflektimi mbi rëndësinë e profesionalizmit dhe korrektësisë në shërbimin publik. Vlera që zonja Miruku i ka mishëruar gjatë gjithë karrierës së saj. Prej vitit 2006 ajo ka shërbyer në Këshillin e Qarkut Shkodër si përgjegjëse finance, ndërsa më herët ka qenë pjesë e institucioneve të ndryshme publike, si Dega e Thesarit, Monumentet e Kulturës, Ndërmarrje Gjeologjike e të tjerë.